jo forcë, po kudo mirë kuptimi. Ata banorë dolen, e pyesun, zoti ministër, çfarë kanë këta që po protestojnë? Nuk janë dakord me shpronësimin. Kishin të drejtë. Jo, nuk kërkojnë qytetarë gjërat pa drejtë, ja u themur ju. Jo, ata kanë sensin e ligjit edhe të drejtës shumë më tepër se pushteti. Këtë ta dini mirë, pushtetarë duhet frymëzohen nga sensi i ligjit dhe i të drejtës që kanë qytetarë. I them, po mirë atër, ne të bëjmë ligjin edhe të përgjigjemi atyre, kanë të drejtë, s'po kërkojnë. U bë ligji, u shue, as një sherrë, as një grindje, as një fjalë, po sigurisht. Këta kërkojnë t'i ngrenë themelet qytetit Durrësit të ri, për ndërtua mafja. Absolutisht kur nuk do ndodhë. Do ndodhë vetëm atëherë kur ju të bini dakord plotësisht njeri me tjetrin. Po, në qoftë se u bini dakord njeri me tjetrin, që këtu ku janë, ku keni shtëpit, vilat, do një ndërtoni palat të madh, shumë katësh, për interesat tuaja, qeveria do bëj planin, do ja u paraqes, do miratohet zbashku, po kur ndryshe jo. Ndryshe nuk do ndodhë, me imponim nuk do mund të ketë. Ajo është e juaja, ajo është shtëpia juaj, dhe nuk ka asnjë arsye. S'ka Rama, sepse të themu një gjë, nuk ka si ajo, po më keq se ajo është Rama me lindat tjera. Ato dy lindat tjera, ato as në romane nuk i gjenë kund. Veprat e tyre të zeza. Po, me akshi, me marrje pengsh të biznismenve, me plaçkitje, me tendra 75 milion për inteligencën artificiale kunati. E kuptoni ju vete? Kina, DeepSeekun 6 milion. Kurse inteligenca artificiale e Edi Ramsë dhe e familjes Rama 75 milion pa bërë asgjë. As një blerje, as një shitje, as një gjë absolutisht. Të gjitha parat nga xhepi juaj në thersar, nga thersarit e kata. Ndaj dhe në këtë betejë ajo është i pashpresë. Guximit tuaj, zemërimit tuaj nuk ka forcë në botë që të rezistojë. Faleminderit.